pse nuk falesh? Sabahun e akşamën. Mirë, sabahun e akşamën në 2 namazë, 3 tjera. Unë të këshilloj që dëgjosh ligjërata për namazin. Të dëgjosh ligjërata që flasin për namazin. Çka ndodh që nuk falesh? Arsye që ti përmend pse nuk falesh, a janë arsye të pranueshme? Dëgjoj ligjëratat që janë caktuara për namazin. Lexo libra për namazin. Përse namazi është në libër shumë e mirë. Lexo atë çka dy namazi, rreziqet nga praktikja e namazit. Kuptoje drejt se nuk bën me lënë namazin. Nuk bën me lënë namazin, në asnjë rrethon. Nëse shikoj Allah xhallahu ala e ka bërë obligim abdesin para namazit. Po s'ka ujë, me dhe. E falet njëri ungjën, e falet njëri shtrirë, e falet lidhën, e falet luft. Në çdo situatë edhe nuk e lën namazin. Për shkak të rëndësisë së madhe që ka namazi. Andaj duhet me kuptu këtë rëndësi, vallahi mos me neglizhu këtë obligim. Mos marr këtë punë si lloj, s'po them hajgare, por mos marr këtë punë kaq thjesht, valla. As falna. Subhanallah. Duhet ta kuptojmë se nuk bën pa namaz. Nuk bën. Dhe kam përmend disa herë, mos prit me lën këtë gjunat e më fal. Çfarë do të gjunoj që e bën? Nuk i arsye pse s'falesh. S'ki arsye. Falu. Falu dhe falu. Se kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka porosit gjatë tërë jetës së tij dhe ka vdek i dërguari sallallahu alaihi wasallam në buzën e tij të bekuar ka qenë fjala es-sala, o ummeti jam, falë namazin. Kështu ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Garancia më që ka namazi. Mi fal 5 vakte. Mi fal 5 vakte tash, që tashti, kushdo që po më dëgjon. E nuk i fal 5 vakte tash për hir të Allahut po ndau. Që tash. Thu tash po vendosi për hir të Allahut xhallahu ala mi fal 5 vakte. Dhe kur ndosh zoti s'ka më lën. Që tash vendos. Mos e ngosh shejtanin, po prit e nuk e di, s'ka çka prit. Tash fillo, mos lejo asnjë hamendje, asnjë vëzhgese me mbjell shejtanin zemrën tonë. Kur që mos le. Hiç. Ki gjunohe, ani namaz largon ato. Ki të këshia, namaz inshallah ato i evitan i shkatran. Ki probleme, Allahut nimon me namaz me te kalu. Ki burqe, s'prish pun, me namaz ato inshallah bi idhni lashëron. Ki qka ki, me namaz. Nuk ka pa namaz. Po nuk i di është lutet e ti mësaj. S'prish pun, pa lutje falu. Mësaj elhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim, që të vëj mësaj, veç me që të falu. Pa ashtë nuk e di, ti të mësaj. Falu edhe ti të mësaj shta. Mos prit me mësoj ramen, falu. Thuj Allahu Akbar, rej subhanallah, shkon në qurë subhanallah, në cilë subhanallah, veç me subhanallah falu, dhe falu. Mos e le namazin, mos e le, prej sonte, për hirtë Allahut mos e le mo namazin. Gjdo kush që përna në gjën, unë të gjithë dhe po i drejtojmë, të gjithë dhe pa për ashtim, po i drejtojmë, mos e le namazin, qoftë mashkull apo qoftë femër. Çka do qofsh? Nëse je musliman, nëse je muslimane, për hir të Allahut të marrë mësë namazin mo. Për hir të Allahut, për hir të besimit në Zotin, pëndohu që tash, mësë namazin më kur. Këse, kjo është vepër e madhe. Vallaj namazin, punë e madhe është namazin. Duhet ta kuptojmë vetë, mos të lënë kur namazin. Tash të pëndohemi, të gëzohemi me këtë namaz. Ta gëzojmë Allahun xhallahu ala në pendimin tonë. Allahun e madhe vëshja, të gjithë ata që nuk falen, Allahu xhallahu ala i udhëzoi që të falen.